Përshëndetje miq, e kuptoj që jeni të shqetësuar për fushatën denigruese dhe shpifse kundër meje, mos u shqetësoni. Unë e kuptoj shumë mirë që pseudo gazetar, të cilët nuk janë gjë tjetër veç se shpërndarës dhe mendojnë që mund të shpërndajnë dhe lajmin si të shpërndajnë gjërat e tjera, mund të ndikojnë në jetën time apo në përditshmërinë time. Por do t'ju them vetëm dy gjëra. U bë disa kohë faktikisht që portale miniatur të vogla me shumë pak ndjekësa, por që faktikisht kanë investime shumë të mëdha financiare në zyra, në dizajn, në mirëmbajtje, në servera, kanë marrë një fushat denigruese ndaj meje dhe familjes time. Nuk kam asnjë lloj problemi, pushka top ju bëft, por dua t'ju kujtoj vetëm një gjë. E zbulova kush ishin investitorët strategjik i tyre, që nuk ishte gjë tjetër veç se një ish bashkëkryetari im i opozitës, Lulzim Basha, të cilin e vlerësoj shumë për guximin e madh që ka, sepse është investuar edhe në mediat të showbizit, edhe në mediat e politike, edhe në gazetar për te politikës. Dhe lidhjet që ka ai si një ish student i financuar nga Sorosi dhe me gazetarë të cilët janë financuar deri më sot nga fondacionet e Sorosit. Por dua t'ju theksoj dy gjë. Dosja e financimeve ruse për lobim në Shtetet Bashkuara të Amerikës të Lulzim Bashës, çështja Muzin, vërtet e ka zënë plurin në zyrat e SPAK-ut, por nuk është mbyllur dhe ajo një ditë do të hapet. Në mos është hapur. Por unë dua që ju, kur i merrni ato zarfat me lek nga Lulzim Basha apo nga ata që ju paguajnë për të bërë shkrime, keni parasysh që të dini origjinën e atyre parave nga vijnë, sepse kam frikë që nesër do thonë që me paratë ruse dhe financimet ruse u financua media e lirë, por që në fakt do dali që ishte media e fjalës së kapur. Miropafshim, pushka top, çdo fjalë kundër meje, vite jetë shtohet. Ju dua shumë.